Unë për atë sa e di unë më shumë njerëzit rinë në shtëpi për këto festat e vitit të ri, se sa që dalin jashtë vendit. Mirë, po ne nuk kemi shifra të tilla nga asnjë institucion. Më shumë kemi ardhje se sa shkuarje. Dhe tash nëse flasim për liberalizim të vizave, dhe data 21 dhjetor është vikend, kështu që edhe atë datë ka pas mundësi. Por si që thash, më shumë ka mundësi që të kemi pjesëmarrje më të lartë të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, me datën 28 dhjetor, edhe pse kjo s'është e garantuar, sepse ne nuk mund të paragjykojmë se sa qytetarë do të dalin, sa do të abstenojnë, sa do të shfrytëzojnë këtë drejtë. Ju e keni pa, nga njerë kemi dalje më të lartë, nga njerë kemi pak më të ullët, kjo është çështje e vullnetit të tyre të lirë, pra këto për momentin janë kryesisht paragjykime, mirë po nuk mund ta eliminoj një datë veç pse vjen mërgata. Sepse ata e para kanë të drejtën kushtetuese e ligjore të marrin pjesë në votim, dhe e dyta kontribojnë edhe në zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës, edhe në ecjen tonë përpara. Mos flasim për kontributin historik, kështu që si presidente asnjëherë nuk do doja që t'ua mohoja këtë drejtë nëse ata dëshirojnë ta shfrytëzojnë. Por shumica dërmuese këtu janë qytetarë që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Ata janë shumica dërmuese që votojnë në Kosovë. Sa i përket vonesave shtesë, në fund të fundit për proceset që do të vinë pas zgjedhjeve të dhjetorit. Me vetë faktin që zgjedhjet mbahen në dhjetor, cila do që do t'ishte data e dhjetorit, ne do të shkojmë deri diku në fund të shkurtit me procedurat konstituimit. Shpresa ime vetme është që meqense ka një mundësi që të shfrytëzohet buxheti për janar dhe shkurt, që s'paku mos të kemi vonesa për te i shkurtit, që në fund të shkurtit mos e largu ku vendit të miratoj buxhetin e ri, dhe mos të mbeten qytetarët tonë pa paga, mos të mbeten spitalet tona pa barna, mos të mbeten të gjitha institucionet funksionale. Shteti nuk ka të drejta bëj asnjë pagesë në ato momente. Rrjedhimisht është me rëndësi, por përderisa zgjedhjet mbahen në dhjetor, dhe ky ka qenë vullnet i partive politike, unë kam shpresuar që mos ta bëjnë, rrjedhimisht edhe çështja e mandatarit të dytë, për të cilin se harrova ta them më herët, kur nuk kam deklaruar që më ka dhënë garanca. Përkundrazi, jam përgjigjur në njërin prej pyetjeve, a keni garanca? Kam thënë, nuk kërkohen garanca me kushtetuton, kërkohen gjasa. Pra ky është dallim shumë i madh, edhe kushtetues edhe ligjor, dhe kushtetuta thotë pas mandatarit të dytë, në qoftë të parë nëse dështon kemi mandatarin e dytë, kam respektuar kushtetutën ashtu siç do duhej të bënte një president, dhe dëgjoni, e kanë vonuar krejt këtë proces 9 muaj, mos të ankohen shumë për 2 javë që presidentja e ka respektuar kushtetutën. I kanë zgjedhjet në dhjetor, le të dalin të gjithë para qytetarëve të Republikës së Kosovës, i kemi qytetarët e mençur, gjithnjë dinë të marrin vendim